Vallaj, xhamia kena bo bëll, pra për shkak Serbis, mirë e presëm. Vallaj, si kanë zonë rana. Në bardeshën u fashën në rrugë. Në vitin 1700 ka qenë ndërtume, ajo. Edhe o shumë mirë, e pres shumë mirë. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Gjendemi këtu në qytetin e Mitrovicës, pikërisht në vendin ku forcat serbe e djegën xhamin e Ibrit në vitin 1999. Xhami kjo, e cila ishte ndërtuar që nga viti 1777, e njohur për minaren e saj të lartë, kjo xhami konsiderohej si një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Ndërkaq tani qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar memorandumin që mbështet ndërtimin e kësaj xhamie, e cila në vitin 1777 ishte ndërtuar me gur dhe dru. Tani do të marrim edhe mendimin e qytetarëve rreth ndërtimit të kësaj xhamie. Po xhamia e mirë, Mitrovica xhami o kon, mulla Milazimi. Në atë xhami pa e boni 20 ty bëjmë folë. Ju kom fakultet, edhe s'kom lënë premte pa shku me folë aty. Se në zonë të krejtë ku asë këmu të premte, edhe dëmë të natë që po në marohet tapet. Se mos do më keqë kush i prek shet fetore. Nuk ko mirë mi prek kërkush. Për gjithë tegën a jena në Balkanas mo. Pre ato konë si në zëke. Nuk i kanë zonë, a nuk e konë që më dore zemër, kjo xhamia tjetër të. O ku me mo, po, kun hoxha shumë i burri mirë o kun, e i do është e në shku pletu më shke. Ma mirë më shku më folë që aty më ngatë, se më orë më folë koha atje në bajre. Unë kom jetu në atë pjesë veriore, edhe deri në 99-ën që e kallën, unë e kujtaja xhami. Vallaj, si kanë zonë rana. Në bardeshën u fashën në rrugë. Ma mi zbana, e duhet më ndreqë. Duhet më ndrejtë gjithë qysh. Vallaj, xhamia kena bo bëll, pra për shkak Serbis, mirë e presëm. Nëse bëhet, pa nëse s'bëhet, atëherë mundet me luajt puna. Vallaj, as që më falë kur, as nuk shkoj kur. Sa për mu mës të marrën heq. Ka qenë xhami 2 kapshe, ka qenë xhami një vend shumë të mirë, Mitrovicës, e përzgjedhur. Kanë qenë imamat njoftur, shumë njerëz të mirë, s'ka pas probleme për para kur. Mirë, e presojmë, si do qoftë, ajo shaj, në ndërtimit lashtë, në vitin 1700 ka qenë ndërtume, ajo. Edhe o shumë mirë ajo, e pres shumë mirë. Me siguri do të shkojnë njerëzit të cilët respektojnë filmin Simone, do të shkojnë, do të hinë, do të dalin. Mitrovica është pak laramonike të shqiptarët ma shumë. Janë musliman edhe respektojnë të këta tjerët. Ata respektojnë vetën, pravoslav. Unë du me të kallëzuhet diçka, se unë atë xhami e muaj fort mirë me. Edhe ju më falë edhe vetën ta. Edhe u konë mullini xhamia, u konë nonën e djathë, ka shkosh në tonanin në skajt, aty nonën e majtë u konë mullini. Me taza hike një për e silke rrotën për me blu e drith aty. Unë ato i mojnë men tëna. Po du me të kallëzuhet diçka. U konë i plak, emnin ja kom harru. Nuk kish ku me flejt. Aja xhamia u konë me podrom. E në podrom xhamis i loshin tabutat. Nuk u konë i malaj aty. E po qaj plak, shkoj ke flejken tabut. Mrena në xhami aty, natën flejken tabut. Edhe një ditë ndodhë një rast dheke, ja shkojnë i rejmërojnë hoqës, thot qështu, thot shkojnë, thot podrom, merë në tabutin. A edhe qëllojnë në qatë tabut, këta shkojnë e ja hiekun kapokën me këqyra e na ta drunat që i qëtë më kra, ku fumat, a i ka edhe drunat mërë në tabut, ata ja hiqen kapokën, kjo jalla hungjën e të piskasin e tapetina, kur tyben e harrej ato. Se është edhe për me kesh, a është pasha zotin është e vërtet. Unë i thash edhe asaj motrës, jo vetëm me shpirë, po me palë stashtë që mish ma i fellë, se palë që është e duko, me dëshirë mu maru xhamia të jam. Qysh keni me prit tash që ka me ndërtu prapë dhe a keni me shku apet me u folë? Po vallohi qenë këtu s'hije mu folë, atje kam përshku. Edhe jo për kush gjë, veç pak edhe i nathi pa ne ban. Nuk ka hub veç është të përmirësua.
Unë po ju marrë lakmi do të ri që po vine, po jene, po falin aty. Pasha zotin po. Unë i kom bo 77 vjetë. S'kam ka shkaj, po shkaj ka jare që aty. Vetëm drekën e gjumos vetëm njëri nuk mundet me falë në shpe. Se krejt voktet dhe namazit i falë edhe në shpe. Edhe heq mës me shku në gjami, unë e kryo obligimin të em edhe në shpe. Amo drekën e gjumos nuk mundesh vetëm me falë.